Padyshim që është moment jashtëzakonisht i rëndësishëm në jetën ndërkombëtare. Disa shtete që kanë shprehur rezerva për pjesëmarrjen e tyre në këtë iniciativë të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës janë shprehur se dyshojnë se iniciativa mundet të dublojë apo të anashkalojë Kombet e Bashkuara. Çka nuk do të ishte e përshtatshme në opinionin e tyre. Nga ana tjetër, padyshim që mënyra se si i jepet rrotullim, i jepet këndvështrim këtyre situatave në Shqipëri, duket sikur e gjithë kjo është bërë vetëm që Shqipëria të përfshihet në këtë vorbull diskutimi brenda vendit, ndërkohë që nuk ka të bëjë fare me Shqipërinë si problematik. Është mirë që ne ftohemi dhe të jemi pjesë e momentit të krijimit, po padyshim që është krejt e tepër që kjo të kthehet në një çështje të politikës së brendshme në Shqipëri, sepse as nuk është Shqipëria vendi problematik për Shtetet e Bashkuara të Amerikës për problemet e tyre që kanë me situatën ndërkombëtare, për luftën kundër drogës apo pastrimin e parave. Nuk është Shqipëria në listën atyre shteteve që përbëjnë problem, siç projektohet në Shqipëri. Dhe nga ana tjetër nuk është edhe udhëheqësi kryeministri i Shqipërisë personi që ka hapësi të veçanta apo staturë të veçantë që do të kontribuojnë në një mënyrë të veçantë për paqen e lindjen e mesme. Do të thotë, një gjithë debati që zhvillohet në Shqipëri është absolutisht shumë larg qëllimeve dhe objektivit të kësaj iniciative. Dhe nga sa ndjekim, nuk ka pasur asnjë nga të paktën 35 shtete që kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre në takimin e sotëm. Nuk duket që të jetë zhvilluar një procedurë parlamentare apo formale, sepse çdo gjë është në fazën e krijimit, edhe vetë i ashtu quajtura karta e kësaj iniciative, pra charter e Bordit të Paqes, ende nuk ka marrë formë dhe sot është një ceremoni e fillimit të kësaj dhe më tutje do të vazhdojmë bisedimet se si do të jetë karta, cilat do të jenë të përcaktuara detyrat e këtij bordi, sepse tash thuhet që është një bord i cili do të autorizojë forcën paqëruese, pra një forcë ushtarake që do të vendoset në Gaza. Është një kuadër i përgjithshëm i cili jep mundësinë faktorit ndërkombëtar të koordinojë me faktorin palestinez apo izraelit në terren, shpërndarjen e ndihmave humanitare, rindërtimin, planet për të ardhmen, dhe mbi të gjitha përgatitjen e një elementi administrativ palestinez i cili do të marrë përsipër më tutje qeverisjen e territoreve palestineze. Pra, le ta themi se, ose më saktë, po ja u bëj ndoshta pak ndryshme, janë këto dy ftesa edhe një sinjal vlerësimi për dy leadershipet, pra për Ramën dhe nga ana tjetër për Vjosa Osmanin, apo është për Shqipërinë? Mund të thuhet, po është njësoj si thua që dielli lindi sot dhe të perëndojnë darkë. Domethënë ne jemi antar të Bashkisë Ndërkombëtare, Shqipëria është antar jashtëzakonisht i nderuar i Kombeve të Bashkuara dhe antar i NATO-s. Këtë batuta ndjes që ndërpres zakonisht i ka zotin Doka. Po, të themi, është një proces krejt normal. Ne jemi antar të Bashkisë Ndërkombëtare dhe fakti që ftohet edhe Kosova nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përsëri do duhet të konsiderohej në kuadrin e normalitetit, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shteti që kanë ndikuar në mënyrë më të drejtpërdrejtë në krijimin e shtetit të Kosovës dhe e njeh si subjekt të së drejtës ndërkombëtare. Kështu që të themi kam përshtypjen që i jepet shumë herë më tepër rëndësi nga sa